ju bëj një apel të gjithë kush për në ndëgjoni, sidomos që ata që nuk po kursejnë me na ofendu, me na thonë fjalë në dyta. Ju jini Arab, ju mjek rushat kështu, shkoni në Ukrainë, thejni qafën, shkoni në Siri, mytë në vetin, s'kini në prishet deve shqiptarin, në knaqet ju shqiptaria. Më shqiptari ju në knaqet. S'po ju vjen turp prej gjuhës tyne, prej gojës me nxjerë këto fjalë të ndyta. Vallahi, për një shkronje të ndytë që i epni kundra neve, do të kipni me dhënë llogari. Para Allahu xhalla xhelalu. Ka thonë pejgamberi me këto po e mbylli fjalën e sontit men kane yu'minu billahi vel yawmil akhir. Ndëgjo mirë o ti që në kursesh për në ofendu, ndëgjo mirë këtë fjalë. Fjalë profetike e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Ai që beson në Allahun dhe bindet tek ai, dhe ka bindje në ditën e ringjalljes, ditën e gjykimit, ja le të fol një fjalë të mirë, ose le të hesht.